fakt është tashmë 2 javë, ose 1 javë pas zgjedhjeve, se gati 10 ditë, ne nuk kemi dëgjuar asgjë nga partitë opozitare. Pikërisht dua të flas për këto. Janë premtuar disa reformat politike, reformat brenda partive, edhe kur flasim me tekste veçantë për partitë opozitare këtu. Dhe janë diskutuar shpesh do të ketë reforma, do të ketë krejtësisht diçka tjetër, por që ka përfunduar zgjedhjet ende e po e thua edhe ti nuk ka reagime, nuk ka diskutime. Si mund të komentohet kjo, pa ku mbetën reformat opozitare? Çka art, reformat nuk janë vetëm ndryshimi i kryetarit ose i disa personave, individëve të caktuar në pozita të caktuara në parti. Kur flasim për reforma, flasim ndoshta edhe për ndryshim ideologjik të partive. Pse e them këtë është sepse partitë opozitare, të cilat shumica i takojnë të djathtës ose qendrës së djathtë, për gjatë gjithë fushatës së zgjedhjeve jashtëzakonshme ofruan premtime sociale, pra të majta. Dhe normalisht qytetari i Republikës nuk është aq naiv sa mos ta kuptoj këtë, ndoshta një pjesë e madhe nuk e kupton këtë dallimin ideologjik, po ata që e kuptojnë dinë edhe pastaj ta transmetojnë të tjerë. Dhe kur ti diskuton me dikon që e kupton këtë, edhe ta shpjegon që një parti e djathtë, një parti e cila i takon qendrës së djathtë, e cila ka për qëllim kapitalizmin, nuk mund të ofrojë shërbime sociale, siç kishim Partinë Demokratike ose Lizën Demokratike. Çka ndodhi këto? Ndodhi që gjatë gjithë fushatës nëse lëvizjeve të vendosje premtonte rritjen e shtesave për fëmijë, për leona, të cilat i kanë zhvilluar gjatë mandatit të tyre të parë. Të nesërmen ne kishim partitë opozitare të cilat delnin me shifra megalomane, pra ata nuk ishin në gjendje të parësyshme totalisht. Ata nuk ishin në gjendje të arsyetonin se si do të vinin këto pare, se si do të rimbursoshin këto pare, se nga të vinte fondi për t'i pagu këto pare, po qëllimi